Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Luanit. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e javës apo radhës për ju të dashur. Energjia e gjithë këtyre 4 letrave është sikur një ndjesi, po ju shtyn të bëni të vendosni, të nxitoni, por forca jote më e madhe është tani të ndalosh. Të ndalosh, të dëgjosh pak veten dhe të zgjedhësh me kujdes bashkëpunimet për çfarë do lloj që të jetë situata juaj, nga që në këtë energji, ta them ashtu, është arma më e mirë e juaja është qetësia. Nga kjo qetësi, apo nëse përmbajeni se në qendër kam, shikoja, hesht, dal nga dal, hesht, apo pusho, qetëso, si do që tjetë. Ndoshta është një energji, se po shikoj këtu një, ta them, një dëshirë, një energji impulsive, dinamike, një ndjenjë që duhet të veproj tani, duhet të vendos tani, duhet të bëj tani, që të arrini atë çfarë dëshironi. Por edhe dëshira për të nisur diçka të re, për të ndjekur një ide ose për të bërë një hap të guximshëm. Po siç thash, kjo letër këtu thot një ftesë, në fakt të thot që të ndaloni pak, për të mos u shtyrë ndoshta nga frika, apo aman se s'kam kohë më, apo duhet ta bëj tani, apo mos të humbas këtë gjë, apo këtë shansë, këtë mundësi. Është të thot mos nxito. Mos nxito, sepse forca e vërtet vjen nga brenda dhe jo nga shpejtësia. Do thotë çfarë do të kuptoni, do të jeni më të ditur, më të matur, më të qëndrueshëm, duke i analizuar dhe duke i bërë gjërat pa nguti. Mbretresha e lajthive quhet kjo, dhe është njeri që mund të ndërtoj diçka të qëndrueshme. Për të ndërtuar gjërat e qëndrueshme të dashur Luan, do pakës kohë. Tani mund të jetë në dashuri, po ofrohet një person dhe dua që ta merrni pak me qill, të qetë, të hulumtoni, të pyesni, të shikoni, të dilni më shpesh tani drekën, apo të pini kafen, apo të interesohesh më shumë, apo të analizoni dhe të shikoni. Është vërtet ky që mund të bëni hapa tjerë. Është një biznes, është një punë, është një shpërngulje, çfarë do që të jetë. Do doja, thjesht është për ky vendim, nuk është vetëm për të sotmen, është për një gjë më të gjatë, është për një të ardhme. Të përdorësh, të fton, ta them, mençurinë tënde praktike, që të ndërtosh me kujdes dhe me ndjenjë sigurie, jo përmes ngutjes, po përmes durimit dhe përkushtimit të qetë të dashur. Kur ti gjen paqen të këmbanave të quaj ashtu, se ashtu quhen këmbana, bells, ku ti gjen paqen me veten, ku nuk vrapon më pas impulsit, se është pak impulsiv Luani, atëherë të hapen mundësi të reja në bashkëpunime të tjerë, i shikon gjërat më qartë, apo mund dhe të shikosh ku përshtateni nëse është person, çfarë duhet të bësh nëse është biznes, çfarë duhet të ndërmarrësh nëse është një situatë, sido që të jetë. Nuk e pse ta bësh të gjitha vetë, do jenë mundësitë aty që të kesh dhe një bashkëpunim, nëse është person të bashkëpunoni dhe aty të shiheni, jeni apo s'jeni për atë person, apo për atë biznes, apo jam apo s'jam të bëj këtë hap gjigant, nga që është më rëndësi. Ky vendim apo ky nxitim nuk është sot për sot. Kjo do jetë aty një periudhë të gjatë të dashur Luan. Dua t'ju falenderoj që ishit këtu me mua, nëse ky lexim ju dha diçka sot, edhe herën tjetër. Këtu tek mua, në Letra të Rëvenj, do gjeni gjithmonë diçka që flet me ju, apo për ju. Qofshi bekuar të dashur Luan.